Këtu është horoskopi i martë 25 mars 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Ne nuk duhet ta teprojmë, ju jeni mjaft të lodhur, morët me kujdes informacionin që mbërrin në këtë ditë. Do të merresh me një të afërm larg jush. Demi. Mos u shqetësoni shumë për problemet të caktuara, por as mos i lini të gjitha të largohen. Në dashuri mund t'i keni dhënë hapësirë një personi që nuk e meriton gjithë vëmendjen tuaj. Diskutime familjare. Binjaket. Në dashuri, stimujt e rëndësishëm dhe dëshira për të ndërtuar kthehen. Një njeri shigjetari ose luani mund të ju ndihmojë gjatë kësaj kohe. Gaforja. Situatë e mirë do të thoja që do të ishte gjithashtu e përshtatshme të mendoni për përfitimet e mëdha të ardhshme. Është koha për të kërkuar, për të guxuar, për të optimizuar jetën tuaj. Luani. Do të dini të jeni të mirë, të shkëlqyeshëm. Kryeni të gjitha nismat që keni ndërmend të ndërmerrni, pa lënë asgjë dhe askënd t'ju ndalojë. Virgjeresha. Në këto ditë ju përpiqeni të bëjë të pamundurën për të gjetur qetësi. Pavarësisht nga qëndrimi shumë i gjallë, në dukje agresiv, ju në thelb jeni një njeri dembel që do të donte ta jetonte jetën në një mënyrë të qetë. Peshorja. Një ditë tensioni, mbase për sot do të jetë më mirë të mos bëjmë shumë. Është e mundshme që ju duhet të luftoni me një rënje fizike ose një mjedis jo miqësor. Akrepi. Çfarëdo që planifikoni të bëni, më mirë mos nxitoni sepse nxitimi është një këshilltar i keq. Dashuria paguan peng. Shigjetari. Ju jeni në një fazë të çlirimit dhe fatit. Kushto që ka nisur një rrugë të re karriere është tani më i lumtur, nëse një rrugë është ndërprerë, mund të gjendet një tjetër. Bricjapi. Kjo ditë vën e prove durimin tuaj, një vonesë, pak më shumë komplikacion. Mos ekspozoni shumë me para. Ujori. Përparimi ekonomik ju ndihmon në vendin e punës, të gjitha udhëtimet janë të preferuara. Forcë e madhe për marrëdhëniet që lindin në këtë moment. Peshqit. Ndihesh i nxitur, ndjen dëshirën për të përmbysur, eksperimentuar, rikthyer në lojë. Konfirmimet po vinë duke fituar projekte. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.